Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi nga unë Dorë Untina, jemi sot në Bukosh të Voshtrisë, kujdesoni. Jemi pranë fshatin Bukosh këtu në Voshtri, jemi aktualisht në fillim të fshatit e pas kanë pompën e benzinës, më pastaj e pas kanë marketin, qarkullim ka gjatë gjithë kohës, për atë sa arrita me po, përshëndetje. Isha duke thonë që ka qarkullim gjatë gjithë kohës për shkak se jemi kështu në rrugë kryesore. Çka mundem me ju thonë me fillim fshati është jo i madh, nuk kemi shumë punë, por uroj të takoj banor sa më shumë në mënyrë që me stërgjat emisionin për shkak se del jo i kompletuar ashtu si kam dëshirën. Ne po vazhdojmë drejt fshatit, na falni. I pas kanë edhe shenjat e komunikacionit, Përshëndetje! Shpejtësia deri në 50, po nuk po e shumë të arsyeshme se këtu krejt kohën ka lëviz. Apo flasëm shpejt pak? Apo flasëm shpejt? Hajde! Masi vetëm përshëndetje, unë që si njerës po lipi me më tregu për fshatin. Përshëndetje, ja, si je, a jemi mirë, qësh po kaloni? Mirë jem, të si je? Qa e mirë, faleminderit. A vlat heq? Vetë sa Qa keni punt? Mirë. A për rujnë heq, ajo? Sa po mundin? Jo mirë, qësh po kaloni? Mirë, malla, mirë. Jeni banor i fshatit Bukosh? Po. Si është jetesa në këtë fshat? S'ka ma mirë. Qka ka mirë, tregome se Të rend mirat. Une ende nuk e kam vizitu krejt fshatin jemi në Po, fillim. nuk po di qa me thonë se të natë mirat janë. A ka diçka që i mungon fshatit? Valojnë, jo. Sen se pungon. Kanë punu mirë, kanë punu. Qa kanë punu për shembull që ja vlen kështu me cik? Po shas zotit, ndashë në bujësin, ndashë në blektorin, ndashë unë në këto, ka qatë të na. Banor të mirën me bujësin këtë fshat? Po. Kanë pas do të thotë mbështetje. Po, mbështetet modhe, se pak, po të modhe. Sa i përket infrastrukturës, më tregun që tash në këtë kohë në zgjedhjeve janë shtruaj, kanë renovu. Vallahi kanë shtru ma herët. Ma herët kanë shtruar. Se këto vjetë për vjetë, po në atë ka pak, po bashku e zgjedhjet, po në vetë ma shumë. Pak e dënë kështu atë ditë. E dënë vetë ata, po. Na merëm edhe me bujësi, me blektorin. Jo, me qka mirë një personalisht? Unë i kam 50 copa drejde. 50 copa drejde? Është të fëshirë puna? Ja, qëfar. Me letë se me shku në Gjermani. Po e bëjshë me shumë qef edhe vullnet. Më ka vullnet malën. Edhe shumë njëri pozitiv, bre, po dukesh ka emer gjithë këtë pozitivitet? Po, e qënë të zëve të bre. Po qysh me kërku që ato? Po do vetë do të me pas vullnet. Vullnetën. Valloja, unë po harit se i më konë dikon 105 kila i kom pas. Nuk kom mujtë asë më ngërbo me lidhë. Edhe si e tash veç mas dheve, që 2 vjetë mas dheve. Do të thërë ato ta pas kanë ullë peshë, Qysh, ja. Përveç deleve amboni diçka tjetër? Po i mojnë të tëna ka pak, tjerat. Veç me të me jena mas shumëti. Sa po është fitim prurë se sa të me qenë fermer? Po vodën po të rallëzojnë në vitin, çdo vit i marrë 10.000 euro fitim. Çdo vit? Çdo vit. Apo me ta morë për nej dele me shtu edhe Po ne? ta fali. Po vallahi. Shkëm t'ja e konkrete. Po jo zoson. A ka diçka që i mungon fshatit për fund? Vallahi për momentin jo, nëse di që i mungon diçka. Keni Me të tëna. shkollë? Shkollë me të tëna i kena, me xhamie me të tëna. Qerdhe? Qerdhe në med me anis me marru si. E, u med, a përshë se nuk i Po pas me të tana. Nuk mundin të tëna për herë s'ka mujt me i bo. Se si kanë bo para 4 vite kërkosh, kjo s'ka mujt me mërë, jas kjo. E fshati m'duket nuk është i madh, apo? Vallahi ball, o rrit. A është diri atjete në Volana, qa ishte jo? Ne për mi haleq është, ulla, qëtash, pe i mullin e anej në e rëk në Volan. E këne i mullin e rëk Bukosh e të qërtojë të anej ranë. Na jem të sasoj une. E që do t'u kemi. Zdo t'u Faleminderit shumë për kohën.
pëlqen i pas kanë edhe pjesën e trotuarit, por që pas kanë fillu pak kështu kubzat me i përhop, me i prish, ndoshta fëmija. Kishte pjesë edhe pa trotuar, gjë që nuk më pëlqente se pash fëmijë duke shku në shkollë, edhe është pak e rrezikshme rruga me kalu për shkak se ka lëvizje krejt kohën, përveç kësaj ata ishin me përcjellje të prindërve, do thotë vetë nuk munden me i lënë, nuk më pëlqen pjesa momentalisht që jem të e poshtë në gjendje të tmerrshme, përveç që nuk është e ndërtume, ka mbeturina shumë, e kanë lënë ashtu si koti, se di se a e shfrytëzojnë a luajnë basketball apo jo, por kjo pjesë kaq e bukur kish mujt me qenë hala ma bukur, me qenë e ndërtume, besa me bo dhe një lloj parku aty që me kalu kohën e lirë, kjo pjesa do thotë është krejtësisht mbeturina. Qka, apo mi këna i senonti, se të mundu gjitha, me i thonë për një herë. E kemi kohën shumë të mirë, si që një të e pa, rrezet, dielli, u knaqëm, edhe disponimi pa dyshim, është nivel. Po më duket që kam pas problem me taku banor, në përgjithësi kështu në Voshtri, miren shumë e punimin e tokave, si që të regoj edhe banori, pra bojqit po dëgjohen duke lavru arat, tash e bojnë gati token për pranverë dhe në pranverë me startu. Përshëndetje! Qa e kjo? Fabrik? Mulli? Andej vazhdo një fshat tjetër, pra nuk ka të bëjmë më bukosh. Ja dhe xhamin, pra pa ondit jem të e pa. Shkollën nuk arrita me po, ku mundet me konë? Andej, në të pjesën andej. Pra, fshati bukosh këtu në Voshtri, Bukuroshi. Edhe Voshtreja pas ka Bukuroshin, jo vetëm në Suharik. Pra, në Kosovë janë 2 fshatra me emër të njëjtë, bukosh. Rrugët kanë mujtë me qenë edhe më mirë, më thanë që tash, qka brondi ma ka dole meca? Në tregun pra që në kodë zgjedhjeve i kanë renovu aty këtë pak rrugët, rrugicat, pjesa andej nuk ka fare trotuar. Hajde, kujdes andej. Për qka njët mëre kjo fshat? E njëri më dha shumë fjallë të mira për këtë fshat. Do shta ishë në gëzim se ka humë pak pesh, se tha s'ko mujt me lëviz nga pesha, kujdesoni për vete, sheni kjo pjesa, është e të mërshme, do më tha nuk e dia me hec knej, apo knej. Qam ka tut, po i vogël koke, e thët mishtine. Shtyllat elektrike e pas kanë 3, xhamia e pas kanë edhe objektin që mbohen të pamet. Po mduket këtu edhe marrin abdes, sa e dione, ofër xhamis. E pas kanë edhe një tjetër market, po duket fshat interesant. Deri me tash, ndër fshatrat e Voshtrisë sa më ka ra me qenë, është fshati me qarkullim më të madh, pra kemi lëvizje krejt kohën. Edhe njerëzit janë shumë të respektuar me qëtëmi, me ardhë në Voshtri dhe mos më të përshëndet gjithë se cili që kalon, është e pa mundur Market Delvina. Këtë më duket e pash një banor, kësha bisedu dhe me ta kujdeson dhe e ki pak vështirë sa të me gjirimi për shkak se rrugët janë asesoj, por që doja dalin, si gjdo det edhe sot. Qa po duket kjo objekt kështë? Ashtë shkolla këtë? Se në të e pa prej pemëve, shkolla, po 7 marsi po e mboj ka emrin. Dhe sa një shkollë interesante, të lezetshme e vogël ashtu, por që objekti po duket me qenë në rregull, përveç kësaj e ka edhe oborin me pjesë bukur të madhe, edhe është në nivel, pastërti ka. Kjo është e rëndësishme aty ku fëmijët tonë e kalojnë pjesën më të madhe të ditës me qenë gjithçka në rregull. Por edhe rrugë nuk është keq. Duhet të vedisohemi gjithë secili prej nesh që mos me hudhë mbeturina në tokë, për shkak se këtë ambient cilin e ndotum, ne në fund të ditës e shijojmë vetë ne,
Se dia kemi rrugtim të largët. Po, ne do shkojmë gjithsesi kështu duke ecë, duke fol, andi mundot t'i kapesh shtëpit, rrugicat, leje durin, ju kom bo njerëzve bajat, kapja u shtëpit, mërgjimtarve. E pas kanë edhe fushën e sportit, edhe fusha është një pjesë bukur e madhe, por që nuk është ndonjë ndërtim, diçka që ja vlen me cek, përveç 2 portave që janë në këtë fushë, diçka tjetër nuk është që po shoh, përveç kësaj nuk po m'pëlqen pjesa se është e shtruar me beton dhe normalisht me urdhzu fëmija, lëndohen. Po tash edhe krejt bot, s'po besoj që munden me ja bo. Edhe kjo pjesa që kam përballë është tërësisht me mbeturina, pse more kështu. Pjesa po m'pëlqen, i pas kanë rrugët e shtruar me asfalti është mirë, edhe është e mirë mbajtme. Por që pjesa ku ka gjelbrim është tërësisht me mbeturina. Se di se sa e kanë lënë këtë fshat, sa është i banuar, që jam të poshtë të bëjmë riparimin e gjitha llojeve të kauçave, karrikave dhe tabure. Këtë pjesën kënej po thot më shko, a kina i kauç? Mos të kaprish në jo, në kerrë kim një. Kjo pjesë po m'pëlqen deri me tash, pjesa më e bukur e fshatit Bokash. Është kjo, që jam të e pa për momentin, fokusonte. Po lotin djap. Se kapsa ta. A po kalim tek pjesa e trotuarës? Nein. Apo kalojmë andej? Hajde. Edhe këtu e pas kanë një pjesë me trotuar, por që mezi po kalojshe prej therrave, shefeni. Do thot, nuk e ka marrë iniciativën askush që të paktën me liru vendin edhe me kalu lirshëm. Nuk do me thonë me patjetër komuna çdo herë me ardhë, me investu, me rregullu fshatin. Ndonjëherë besa shpeshere në disa fshatra iniciativën e marrin vetë banorët, por tash nuk janë gjitha fshatrat e njëjta as banorët. Edhe kjo pjesa këtu se pas kanë lënë si kanal. Se di se çka veç ma kujdes, e pas kanë edhe mobilerin këtu, mobileria bleri, e pas ka në bërë shtëpis, fort mirë, bukën e hanë aty pa uzën. Kjo pjesa po duket e bukur, por që fshati ka nevojë shumë e investu, nga ajo çka unë po shoh sa i përket infrastrukturës për rrugët, rrugicat, nuk janë gjitha nivel. Disa prej tyre janë në gjendje të rregullt, por disa të tjera janë në gjendje të shkatrume. Më tregun pra banorët krejt në fillim që njëri banor në fakt pra pak a mirë më tha që pak para zgjedhjeve kanë ardhur dhe kanë investu diçka në rrugë, kanë bërë një renovim të vogël, kurse ky banori këtu para kamerës më tha që kanë punu shumë. E dija unë se si ka me i gjetë kështë rrugë që i kisha thonë, po se disha se isha në fillim të fshatit, edhe normalisht i besoj sa i është vetë banor. Por që njëri pozitiv shpesh here, unë e nisë edhe prej vetës, kur je pozitiv mundosh, jo për një të keqe me e bo kritë keq, po me nëzirë pak diçka mirë, por në përgjithësi fshati mirë përveç mbeturina, pra si që ceka ma herët, përgjithësisht fshati mirë nuk është që po shënë ndonjë investim, është fshat kështu normal, jo si në disa fshatra si që mi mësu me pas ndërtime barnatore, me pas qendrat mjekësisë familjare se di këtu a kanë, që edhe këtu rasti konkret, pas ka quri. Që ke pjesë për më pëlqen, kë zotërija pas ka regullu këto vetë. Pjesën e u burrit edhe jashta dyrve, shpërndryshe, e pas ka shumë bukur, si shtëpia, si u burri. A është dikush aty, ja? Në me a? Garozht, hajtë vish për provoj. Ju thash pra krejt në fillim se kemi me pas të pa mundur me taku banor, po mundohem me komentu fshatin për atë sa unë po shoh. Nuk është që di diçka për fshatin mirë kishin me taku edhe disa banor të tjerë me na tregu pak më zgjënimi është sa i përket fshatit Bokash.
po na gjullin ai hekër. Po na gjullin. Edhe kjo pjesa po më pëlqen. Shumë e bukur, po duket kështu si kodrinë romalore. E kam shumë problem sot për shkak se diell. Ai një lodh. Mirë, jo? Ja, jemi në fillim valla. Ha? Kush jem? Kush po na? Hajde, po vje flasëm pak. Se të vje morre. Amo me të drejtë e pata I banuri pra paka mirë se më të regoj që kanë orë me punu pak para zgjedhjeve vetë sa për sy e foqi ja shembulli konkret, zollën e kanë lënë kështu as se kanë shpërndo, këto çka janë këto betonit i kanë lënë kështu në rrugë, do më thonë edhe këtë trotuar është një pjesë shumë e shkurt, një 20 hapa dikun, fokusondi, pra shifeni, përveç kësaj trotuari është bë kështu me gunga, nuk është krejtësisht I rrafsht. Pra e kanë lënë zallën, atja u shpërndoj, mas s'po kim shka me bo. Ili t'ja u bojmë punimet kështu finale. Për keqardhje. Bune, a di qka I thash banorit, I thash është dasht, ose mirë kishin me pas zgjedhje gjdo një vetë. Edhe atër kishëm ditë, hajde një nalë që të thëmë. Përshëndetje, si jeni? A je mirë, a je lodhë? Qysh jeni? A të kalojani? Flasëm shpejt pak. Ishtë jashë, I pas ka t'jashtë, cili shtetë mërë është kë? Nga cili shtetë, Gjermania? Në Këllet, po, Gjermania. Shumë mirë. Qysh jeni? Mirë, Qysh po faleminderit. kaloni? Mirë. Keni orë në pushime? Pushime no. Që sa keni ardhë? Që 2 ditë. Shumë mirë. Sa shpesh po vini? Përshëndetje më falë që nuk ju posh. Selam, se pas ka shamin. Mirë, faleminderit. Jeni banor të fshatit Bukash, apo? Vështre. Po, Vështëris jena. Vështre. Po. Këto keni orë të dikosh, apo? Të vorët, po, shko. Aha, të vorët, shumë mirë. Qka për fshatin Bukash, me nga të regu, dini? Nuk e njaf mirë. Nuk e njef mirë? Jo. Jo, po m'duket që jeni lindëm edhe I rritëm në Gjermani, apo? Jo, I lindur një, po matja. Ndoshta ke shku shumë I Mati, I vogël. vogël, Por që gjuhën shqipe po vazhdejshë me Po, fol mëre, bukur. po. Sa shpesh vini në Kosovë dhe çka ju pëlqen mas shumë ti kur jeni këtu në Kosovë? Gjithçka. 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 Sa shpesh po vini? 2 herë vetë. S'po veçet shumë. Jo. Tash po m'duket po ju vin juve ma shumë, a? Po, neve po na vini. Aja u ka lecu kjo. Po, po. Ashtë ma mirë? Ma mirë. Njerëzit si ju duken? Mirë. A ka ndonjë ndryshim prej kohëve të kaluara? Ka shumë. Si për shembull, çka nuk ju pëlqen, çka ju pengon tash kur vini? S'na pengon sen. Mirë, Po i presim gjithçka. mirë, apo i Mirë, presim mëre, mirë? mirë, po, mirë. Apo bëni pare të di? Dhe I lojmë këto pare. Po lani hiç. Po, qysh Sa fleni pare puna është mirë. Mirë, po, Si po. ti nalni parë? Unë ju përshëndes, faleminderit Faleminderit. shumë për kohën. S'ka Po, përset. një ditë mirë. Faleminderit, edhe I kaloj. Faleminderit që unë dalt. Vetë mira. E falenderoj mërgjimtarin I cili unë dalë me më përshëndet, e zhvillum pak e zmuhabet për shkak se nuk deshta me ju marrë edhe shumë kohë, ishin dikon për rrugtim, ishin të shku me I vizitu Varrezat. Mërgjimtarët janë shumë të mrekullueshëm, është e pamundur mos me unë dalë ndonjë makinë me targa të shteteve të jashtme edhe pa më përshëndet. I përshëndes mërgjimtarët kudo që janë. Ne po vazhdojmë rrugtimin ton drejt fshatit Bukash. Jemi tu e po, është e pamundur me taku banor përveç makinave. Kemi, hajde Dauti, përshëndetje, kujdes Andi, kujdes. Është e vështirë edhe pjesa e xhirimit në këtë fshat, sa I përket Andit për shkak se ky ecë mbrapa, ma mirë tash po ecë mbrapa se para, se është mësu, por që e ka pak rrezik për shkak se momentalisht nuk është që ka këtë trotuar edhe apo ndalesh. Qysh pse? Po du me t'i shit do kikirika. Si je ndërum? Që s'din me fol? Alo, se keni s'me fola? Jo, vallaj. Për një me e kur mo me fol Po ti? jam I ngushtueshëm shumë Se I ngushtueshëm. I vallaj vetë. Pas ka me të vetën në për Tani dorë personale. sa. Po me shit kikirika. Sa me ti qit? So do ush 1 kilo të. Alem bakshesh. Bakshësh gjithësysh. Qysh jeni? Mirë. Qysh po kaloni? Mirë ti be. Çështë. Qa po bëne, qa po Sa vynia? të punon ka pak Qa po çështë. punoni? Shofer autobus. Shofer. Autobus? Çfarë autobusi Për vëzit? Gjermani. Për Gjermani. Rrosemi Me rrejtë. vështirë.
Qa me bo duhet? Ndodh me të zonë gjumin të mirë. Jo, kur hez. Kur hez, valla. Me siguri të Red Bullat i ki aty të rëndit. Bullat po edhe cigare, tjetër kur gjesh, as kofa sen heq. Sa është punë e lodhshme dhe pse Jo, po më di. lëshme, sa kur të dënë me vullnet, sa është e lëshme. Si Që s'të në keni se une? Por s'lodhna. kur hez, valla. Sa mirë. E po ja vjen të paktën? Po, sa me boj dore, po. Shumë mirë. Po ditët e pushimit? Kina 3 ditë këtu, 3 ditë atje kina. Po shem. Po në atje që ndrën ti kur... Po, kur shkojme kema pa uz, edhe kur vim këtu 3 ditë. Shumë mirë. Jeni Një banor? një, po, banoris të ushtin, e bukusht. A vetëm një herë njoftë shkoni? Për momentin. Aha, sa mirë. Qa po më tregon për fshatin Bukosh? Po, di që me të kalzu. Jo, kush më mirë se ju s'mundet me ditë për shkak se ju i dërgonin për shtetet ndryshme. E kanë lënë shumë, po mbushin autobusat shumë. Jo shumë. Po shkojnë shumë që shpebojnë të molla. Me a. Jo. Këtu janë Edhe që po shkojnë po këthajen. spekulimi janë këtu, a? Ç'po Rana kthehen? jove, 2 jove, që ata që po shkojnë me viza po këthajen Kosovë. Po ata i ki vizitor. Ja, me vizat punës që po shkojnë. Që akon vrejtone, Po. së mojnë me full për gjësi, po qonë që akon vrejqët. Po kush më mirë se ju s'mundet me ditë për shkak se jeni çdo ditë me ta. A ja Edhe atë që vlet. më thëshin, Fal. kena menu si do të me ongër buk në restoran. Ju më qumë 5 me morë me viti. Valla po ke pa shtetën investantë. Po dhe? Që kjo arsye kom. Qaj kom një ata që jenë këthyje. Po dhe na në Kosovë që janë sot e kom hongër një kifle me vishlle. Qërtojnë në asina, as në matë asit, amo që po menojnë, atë që ko aty në deg, pare, s'ko në deg. E vërtet, jo asna nuk kemi ku me zgatshëm aty neja. Po dhe? E, Ama ba një alë. pse jo shumë mirë po fol vallojnë. Isha duke ju pyet rini sa ka në këtë fshat. Rini, valla, s'ka shumë këtë rini, që të të mesme, po menoj fillur e ko, kështu, se s'ka shumë. Është shkolla fillore këtu, të mesmen se kemi. Ja, s'kina, vetë i klos 9 është. Po, qërë dhe ju. Ja, s'qerë dhe sen s'ko. Që janë ndër mjekësis familjore? Qeq, këtu s'ko kurgjë tjetër. Po që e shkulla që e gjami që është e të pushtë. Sen s'ko Ja, tjetër. vlen me jetu në këtë Po fshat. ta shë me bo. Me lëshulla, veni mirë është, nuk është i kes. Po, veni shumë i mirë. Veç që s'ko qëtu s'janë. Edhe ati qka nuk më pëlqen. Asfalt nga kanë shtru. Po, pak para zjedhe, më tregu. Tani mirë, bëllë. Edhe kish fitu, tash ja u kish lënë gjysë. Që di qysh si kalo dhe kacijat e ato mjetet në rrugë. Edhe kam posë dhe zoll me orë, po mos që u krym vutat mas ata zoll se kam pru. Ja, tani fitoj, tani Po, qa me orë. Po, Familja u ka bon, se sot është me votu heq. A di qka, e kam një vrejtje të modhe për juve. Uj, zhyta patikat. Patikat e reja. Kështu, betorina shumë rrugve. Shumë, na këtu se bojnë atë, këshyre knina, ko. Po se pojnë, mos ja u kumpluone. Që të të kaluë, se knina tash po ka shumë qarkullim. Se pi lidhim shotrët krejt, e po vinë Skenderojt e Anina krejt, se që sajtë e skoti, a hine që të? Po shë dikon? Jo që të s'ka. Vesh rruga kryesore është me punë të ri. E kale keni fshije, keni ditë se vione. Jo, type se kena ditë. Bëles ditë shumë zonës. Më bëhet shumë qefi që ju takova. Pandere shumë, veç kalën e mirë, nështë. Shumë mirë. Sa një pozitiv. Me të mirat, përshëndes, faleminderit shumë. Sa njëri mirë. Në është që aty ati që kom full, e prejmë pak, os ta prejmë veç, pak hajgore. Për çka njihet fshati Bukosh? Fshati Bukosh njihet në shumë gjëra. Janë punëtor, janë njerëz, ka fabrikat keksave, 2 fabrikat keksave janë për punimi drurit. Ka këtu tash vesh markete, 2 markete në të mëdha, është fshat punëtor, është fshat me të gjitha. Me gjitha. Me të gjitha, me asfalt, me ujë, me s'kemi problem. Do thotë se fshat është i banuar, nuk e kam braktis banuar, fshatin. Jo. Ne jemi të ardhur prej Nicës, prej fshatit Dëbas, jemi këtu. Shumica gati janë Dëbas. Që sa vite keni orë këtu? Kemi ardhur mas luftës më njëherë. Me njëherë. Vitin 2002 më duket. E si njoftet këtë fshat për me orë deri këtu me jetu? Na dhe për para kemi pos trull këtu. A, keni po stokin. Po. Qa po punohet në këtë fshat? Çka po bëhet? Këtë fshat punohet edhe toka, bashkë mirë punohet, po ma shumë merren me industri, drurit sidomos. Janë 2 mini fabrikat vogla, punojnë mobile,
Po, po është një ma lartë që ke. Po, është ky mulliri që bluan grur, veç ka këtu punëtorësh, janë punësun shumë. Bile prej fshatrave nuk besoj që ka në komunë të Vushtrrisë ma shumë se këtu të punësun. Do thotë në këto fabrika janë të punësun banorët e këtij fshati. Banorët këtij fshati. Edhe që mbojnë familje. Ashtu. Po. Ku janë çato fabrikat e keksave, në cilën pjesë nuk i pash hiç? Fabrikat e keksa është që të naltë, mbi këto shtëpia. Naltë të tregu i shtazëve. Jini me gjithë banorët këtu? Po si jo. Keni raporte të mira? Raporte fort mira, kur s'ka pas problem këtu në fshat. Edhe janë për gjitha onëve të ardhën këtu, po mirë kalojmë. Martoheni me vetja, po i bëni martesat? Po e zdi që atë thamë, 2 rasta, 3 më duket janë që mirë. Me që e keni drejten me u martu, pse jo? Për të pëlqejë. Sigurisht. Sa i përket pjesës punimit tokave, po ndalën, apo du me ju pyet, ju ndihmon dikush, keni mbështetje prej komunës, apo gjitha i bëni me mjetet vetanake? Po, subvencione ka, shembull ata që punojnë tokën, është edhe që atje një firmë e gjonve, firmë e madhe, ai për shembull i merr tokat edhe me qirak sajde, punon, ka dikun për mbi 20 krerë qumshti. Edhe ju furnizon ndoshta juve banorëve, merrni qumsht prej tij? Ne furnizojmë, po jo shumë prej tij, se ai e qon Mitrovic ka dikun. A kështë pas dëshirë diçka me ndryshun këtë fshat? Qa kish pas nevoj fshati me ndryshun? Po, Rrugë nuk i kishët shumë nivel, rrugët. jo, Infrastruktura. Me siguri infrastrukturën jo fort nivel, po gjithatë nuk është keq. Kur kam punu kështu mas shumëti? Sa i përket pjesës infrastrukturës? Këtu mas shumëti është punu kur e ka pas EDK-ja në shtetin komunë. Sidomos tash prej urës gurit atje, në vej ndoshta e keni vrejt si është e rregulluar rruga. Ishte ende pjesë të pashtrume me trotuar, edhe bukur rrezik kjo për fëmijë që shkojnë në shkollë. Qitu mas kesti e kemi për do rrymë, do drita në u kanë prishas, di që ka u bove që Jenë shkunë. se është edhe xhamia aty, njerëzit po shkojnë në xhami në për terë. Këtu mas kesti në qato drita. Rrymen e keni mirë? Rrymen rrymë jo keni bashkë, probleme? me rrymë kemi kogja problemi. Ku është problemi? Ku po qëndron? Pa nuk Të shtyllat elektrike apo keni ndërprirje Shtyllat, vetë? shumica e shtyllave këtu janë të betone. Me qëtemi jemi në një pjesë tjetër të fshatit, është pjesa e fundit sa i përket fshatit Bukosh, po du me qujtë edhe këta Bukurosh, por nuk po mundem për shkak se po shoh pa rregullsi duke fillu përsëri mbeturina gjithandej. Kjo pjesa është shumë e bukur, nuk po shoh ndonjë ndërtim ose investim që me pas fshati. Pra fshati e kishte shkollën, xhamin, diçka tjetër nuk kishte. As qendrët mjekësisë familjare, as që erdhe pavarësisht se banorët më thojshin që të gjitha i ka fshati, por jo si jam mësuar, si në disa fshatrat e tjera që me të vërtetë i kanë pothuajse gjitha, sidomos gjërat esenciale për jetesë. Aktualisht jemi në pjesën e fundit, pra veç të kalon. Pra me qëtemi, kjo pjesa, si që po e sheni, është pjesa e fundit sa i përket fshatit Bukosh. Nga këto e andej fillon fshati tjetër në Volan, e që ne do t'jemi në një ditë tjetër ekstra me xhirime në këtë fshat. Pra, kaq nga fshati Bukosh, faleminderit për vëmendjen tuaj, shifemi në fshatin e Rodhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje!